Unë nuk shë asgjë të pamundur në këtë aspekt. Çdo njeri që jeton atje din shumë mirë çka bojnë shtetet për njerëzit e tyre. Një shtet për shembull për një gjerman, për një qytetar, e mbron me çdo lloj mundësie për me tentu mos me u cenu e drejta atina me lëviz. Në Kosovë na kena këto që po shihet shumë shpesh. Edhe në çfarë drejtim mujna me punu pse jo edhe në mënyrë vetanake na si individa që jemi atje, se shqiptarët që diki edhe shumë taf në drejtim që janë të marrë pjesë edhe në institucione, edhe në për asamble komunale në për vendet ndryshme, sikur afër në Bergut e kem një shok ato që është edhe në asamble dhe më është baba. Pse mos me tentu na me shfrytëzu edhe që to mundësi më të vogël që sheti që ndikon të një gjerman ose të një deputet i Parlamentit Evropian, pa marrë parasysh kush, me tentu edhe me thonë që drejtim që kena duhet është elementare për lëvizjen ose lirinë e lëvizjes njerëzve. Ku çeka faj për shembull që ata kanë pjesëtarë të familjeve tyne kanë tentuar me mbrojt pragun e shtëpisë dhe sot nuk e kanë lejuar me dorë kërkon.